Myftiu i Shkodrës Imam Muhamet Sytari zhvilloi një takim në zyrën e kryetarit të bashkisë Benet Beci lidhur me tensionet e fundit mes tyre dhe heqjen e tabelës fillimisht nga bashkia e më pas nga policia e shtetit. Në dalje, myftiu nuk preferoi të flasë për mediat, por jashtë kamerave u shpreh shkurtimisht se nuk ka asgjë të pasgjillshme. Mashallah, më të mirë punor. Kjo deklaratë e tij lë të kuptohet se mes myftinisë dhe bashkisë Shkodër pas këtij takimi është gjetur një zgjidhje dhe pritet që situata të normalizohet duke lënë pas përplasjet mes tyre. Ndërkohë, një reagim lidhur me këtë takim bëri kryetari i bashkisë Shkodër Benet Beci, i cili tha se takimi mes tyre përcjell një mesazh bashkimi, zhvillimi, rregulli dhe toleranca. Ja mesazhi i plot i kryetarit të bashkisë Benet Beci. Në një frymë bashkëpunimi prita në zyrë myftiun e Shkodrës Imam Muhamet Sytari. Diskutuam për projektet e përbashkëta që kemi nisur tashmë në Shkodër, por edhe rëndësinë që mbart muaji nëntor në 35 vjetorin e rikthimit të lirisë së besimit në Shkodër dhe në të gjithë Shqipërinë. Bashkia Shkodër dhe Myftinia, si dy institucione që përfaqësojnë komunitetin dhe banorët e Shkodrës, janë bashkë për të përcjellë mesazhe bashkimi, zhvillimi, rregulli dhe fryme tolerance që Shkodra e ka dëshmuar gjithmonë. Përfundoi kreu i bashkisë Beci mesazhin e tij pas takimit me myftiun Sytari. Pas këtij takimi, duket se ka një tërheqje nga të dyja palët dhe se situata e tensionuar mes tyre po shkon drejt zgjidhjes.